Se pasi u nisëm sot në mëngjes, dikon 6 ora, nga Gjermania, jam afër kufirit, kështu që kufiri i parë veç erdhë, që pra këtu Nederlande që shkruan, hyra tash në Holland edhe shkojnë drejtim Venlos, Roermond, Maastricht. Besoj që sot më rri deri në Maastricht. Hajde, miro pafshim. Që sonte jam në camping, këtu në Belgjik, me njëherë pas kufinit Hollandës. E gjitha një camping, dash tamon kur erdha. U bo 140 km për sot. Tjera ditë s'ka më mujtë ka shumë. Përshëndetje, që dje e kom fillu një tur tjetër, ose një gjiro, që shme thonë, unë i tham tur. Jam nis dje prej Gjermanis në për Holland, me njëherë jam hinë Holland. Në për Holland dje kam rrinë në Belgjik, 140 km kam kalu dje. Halo, tash jam halon në Belgjik, do i kalova do male shumë të nalta. Kom vatan ditën dhe kanë 30 km. Se kom ditë që janë qashtë të nalta se ja kisha në rrugë pak rrugën. Kështu që dje s'kam inqizu kur gjo me GoPro jo me të. Kështu që nuk i kam inqizu kur gjo prej krejt Hollandës rrugës. Nuk më dokin interesant fort, ndoshta për ata që shpesh jam në Hollandë, s'më doki kur gjo rishtë si. Tash jam në Belgjikën gati e kom kalu. Nuk e di, ndoshta ndej në pramje afrohem afër Luksemburgut. Pra si s'po shifni, po shkoj ndo rrugë tjera. Se zakonisht kish ra me shku në për Köln, Bonn, Frankfurt, Nürnberg, Salzburg, Maribor. Po nuk për lypi rrugën ma të shpejt, po pak ma interesant. Edhe që i baj 500 km ma shumë. Kështu që kom planiru pak ma shumë dit. Besoj një 40 dit i baj. Atër cili është pa limit. S'moj me thonë kur farë cili. Moj me thonë vetëm një cilë në tapën e parë deri në Shqipëri. Ati do të rri do ditë në plazh, normalna. Besoj edhe shëtit në pak në për Shqipëri, në për me biciklet, në për edhe në Kosovë shkoj. Da më tha nuk me marrë rrugën ma të shkurt. Fillimi është pra në Gjermani, Holland, Belgjik, Luksemburg, Francë, Zvicër, atëhere. Pej Zvicre nuk e di si bëhet puna. Se në Zvicër shkoj denjë sëri, atëherë duhet me këshyr me marrë trenin, ndoshta. Aty e vendosin sëri, këshyri du të me këshyri se nuk mëj me rezervu kur gjonë, se nuk e di kur më rrinj atje. Këshyrin sëri, si o puna trenit me kalu Gotthard pas, se është imbyllun. Ai hapët dikun ka 20 maj, unë jam ma herët aty. Ma thonë, jo tuneli, po aja rruga tjetër është. Se ne me bicikleta në për tunel nuk banë. Është i rrugë tjetër, është shumë me nalt. Po, thash hajt të i provojmë
mundësit. Është e mbyllur, e di, nuk hapet para 20 muajt. 17-20 muajt. Atëherë dishta nëse mu i diçka ose më qënë që dikush i njofshëm, të diju nëse më lajmërohet dikush, nëse lajmërohet dikush, më qëtë me kërë aty tunelin me kalu vetëm, prej Andarmat thirret ashtu diçka, deri Ariola, qatë pjesë, duhet dikush me më qita ne. Që tash, dje si kesh në campingplac, jam nis heret, dikon 6 jam qu po desa bona gati 2 orën 8. Atëherë në për Belgjik më ndul shumë kodrat në nalta, me që e kom pak po si kom e fortransi. Sa jam vanu shumë, është mas dite, sa kom pak 50 km dhe i tash, edhe një 30 i bëj ma shumë jo. Edhe pak afrohem kufit Luxemburgut, atëherë që të duhet me gjithë dikun një vend me fjetë. Pra, Shqipëri pak me poshu, me mnejt aty verës, edhe të nëshi rrugën me vazhdu. Etapa e dytë, da më thonë, isha shku, e kam ndërmend, tash nuk di sa muj me arrit me viza me këto, e kam ndërmend munis pe Shqipërije në Gërci, Turqi, Irak, na duhet viza, sa e di unë. Atëherë Iran, në Iran aty duhet me këshyrë çfarë kohë është. Në çfarë kohë po më rri, puna me këshyrë ka po shkoj atëherë. Se duhet me këshyrë zakonisht puna vizës. Tash t'ja shkoj, nëse është dimën, është mirë me shku në Oman, aty është atëherë pak dimnit nuk është ftoft, as nuk është nxehtë, është koha mirë. Të këshyri që t'navi se që kësë po ka njëherë po nalet, nuk di shka u bo që po ditë. Pesh se kanë blek të atjerë, u prish. Mirë është, se ka i herë s'po fol heq, kur po këshyri është nalë. Nuk ka ndodhë kja punë ma heret. Vetëm tash. Iran, Pakistan, Afganistan, Indi, po ta dijune, për shef isha shku deri Malajzia, Indonezia, Japan, ose në Koreje. Korenë jugut, po sa realizorën këto nuk e di. Nuk e di, duhet me këshyrë.
pak si ftoft. Sa e kemi 13 gradë. Kur kesh në ato kodrat në altë, ke 10 gradë. Ato malët. Ja pra. As sot nuk inqizova shumë. Shumë kodra atëherë po lodhna e nuk po kam fort. Qysh me thonë lust, s'po ma dan fort edhe me slimat rrugës me inqizu. Erdha mirë po apet 80 km i bona. 5 km para Luxemburgut jam. E cita që tu një ven Wildselten. E cita që tu midis mali. Vesh janë të druna, që të një 20 metra është kjo, kanë mjellë kësi hormoqa për vitri. Që tu unala, që re kështu. Që tu është livada nena, që tu patër një 20 metra ka që si i gjën, vetëm shumë gatë. Që tu bicikletën du me lonë sonte, his du me lidhë. Që tu këta shatorin, edhe aty mrapa 5 livadër, që aty naltë është rruga, nuk është largë. Sa nihen kerët, kanë më një notën nga pak sigurisht. Dita e dytë e udhëtimit. Dita e dytë e udhëtimit, sot mirë është ude dikun mirë, masi nuk ra shi, po pak ftoft, dhe në 10 gradë, kur shkova për minimi metër në alësi atje Belgjik, dikun për nuk di që shtiren ato male. Atje ke 10 gradë, koma poshtë, atëherë bëjke edhe 16. Po, ja, këni ditë kogja, jam pak pa ushtru. Një një avdit dhe isat marrë pak fuqi kondicion, atëherë koma konë ma mirë. Dita e dytë, më thonë sot s'dija thash. Nesër Luxemburgu një kam një 100 km, nuk dhja e kaloj, se besoj. Se knena edhe Luxemburgu është kogja me kodrat e purze. Dikur lodhët, dikur ka funi po lodhna, ja, po lodhna. Atëherë, kësi po pa kodrës, s'po ma donë fort. Për shtripi për shty. Nesër, kalojmë nëse e kaloj atë Luxemburgu, dalë në Francë. Pej Francë direkt në Basel, Zürich, edhe po këshirë ma tesh, si pja boj. Hajde, nëse a me tregu këtu, dishka. Tu këtë shatorin, ky numër 3, se 3 më kanë bo, 3 copa. Ky pak ma i letë është, për 2 persona. Për 2 persona e qonë të i futi këtu mrena zakonisht kur ka shije kështu. është edhe për verë, këto e kam pak ma ndryshë se kur të është nëzet, s'ka nevoj këto me të hiq, e që s'ka shi, vetëm këtë mrejshën atëherë është ma flatë, se për ndryshët kalësh aty. Ja, biciklete me flamur, me dhe flamurat, normale, jam i Kosovës, si to në Gjermani. Kështu është. Kështu me në jonë edhe kështu ja bëj. Këto dyja i qes. Me ditë kush, për shemëll, tash me qitë, kom pa do në TikTok do komentare, dishka postu mu përgjeq. Me qitë flamurin me Shqipone, po nuk jam i Shqipërisë. Atëre kur të vedi kush, je Shqipëris, ja, pse ke qitë atëre, qysh nuk je Shqipëris, flamurin e Shqipëris, po e ka të Kosova. Mire, ketë që kjo që është, që tash, kështu që mu dalu, qëllime është, mu dalu pikahit. Edhe ajo Gjerman, normal, jetoj në Gjermani, edhe i lindu në rritu në Kosovë, kështu që gjithë kush e kupton shumë ma letë, si të she, pa shumë pytje, me qitë ata Shqipëris, si të pikajt jetë, jo i Kosovës, si që Kosovës, s'është e kurfar. Se është një Zvicran, kur shkon dika rrugës, që edhe ta shkoj me bicikleta, asaj nuk e merë, si është Gjerman, nuk e merë flamurin e Gjermanisë, po e merë Zvicrës, edhe i Austrisë ashtu, e merë të Austrisë, edhe si janë Gjerman, nuk është me marë shtetit tjetër.
Hajde, natën e mirë, Birgjisa. Hina në Francë, më pash më një herë mas kufinit Luxemburgut jam. Edhe menze që tu e gjeta një vend se tje po nuk po dohet një kapral po vërtet sa po mundet. Shalas vjen natën këtu në ma prish gjumin. Ja, pak si ftoft, po ne se tash i mrena edhe flej. Tana i krejva tash vetëm më ronë gjumë. Hona vesh e dalë nalt. Ja. Sti ti shka kjo së më përnoj ke sot, dhe ke sel shresha më nalt, ke ke s'ka aku e që tash po përnon. Ja, sti që në shka ku. Mirë mjes. Se tash jemi në Francë, të një lumë. Kështu jemi afër lumit. Kështu po do këtë keq. Ftoft vak, ke dili dhe që tash mirë. Sa është ora 10. Dhe që tash ke dili, po pak frymë, ama ftoft. Edhe një 2 ditë ka me nejtë koha qështu. Atër do të më konë pak më nëzet. Normal veç me jakën të vozit, jo bash mirë. Sta shë heka pak veç ka me vesh apet, sigurisht s'ka më shku gatë. Tash jam drejtim Metz, një qytet pak më i madh në Francë du të më konë. Nuk është ndoshta kështu i madh, po anej ka bi une është pak më i madh se sa tjerët. Kështu që prom kom fjet do livadhe dikun. Mirë kalova. Nuk ndodhi diçka, nuk erdi dikush më thonë, ej, shka po bën këtu? Kapi qoklat e ik. Kështu që mirë puna. Sonte musha me të gjesh çfarë camping. Një çfarë placi dikun. Goxha vështirë është. Se zakonisht po janë larg rrugës. Se do të me këshyr pak më vonë. Dita e 4-ta do të më konë sot. Nalën një deri në Holland. E dyta në Belgjik, e treta po Luxemburg, e 4-ta në Francë. Dita e 4 është sot në Francë, besoj që për 3 ditë e kaloj Francën. Edhe hi në Zvicër. Edhe po këshirëm që shpërshko puna ma vonë. Pak ftoft, kish mund zej edhe pak. Sa me mujt me vozit me pantollat shkurt, mirë i shkon. Është pak ma shlirë. Jo, të dërgjohë s'po dini herë shka më lem rrugë. So rruga janë të mira, po shumë pak. So kur që tu që tash ja u të regoj. Tash ja u të regoj rrugën këtu si që është. Jo. Se
rruga. Kur të ka kështu nga të lumit, sikur këtu zakonisht është pak ma mirë, pak hire, vetëm njerëz që hecin. Ja, po s'ki shkaj bëni. Qysh t'jen rruga? Janë rrugë të gjata, dikun o ma mirë, dikun o keq. Jo, mirëmjes, 9 ora, jam që 1 orë të vozit, jam dikun mas Nancy, ashtu po më doket që po thirret, tash si e thojnë tamam se di, unë po lexoj Nancy, ose Nancy, kurse ata francezë që i thojnë.
Jam një vend ku shumë pak qytete ka, ose hiç qytetet mëdha, krejt vogla. Se disa as vorën nuk ishin disa vena për me marrë ujë, se zakonisht aty shkoj marrë ujë. Se shitore, supermarket, ashtu s'ka hiç. Mirë po vendi është shumë i mirë kështu për natura, me bujqësi po mirëshin ma shumë sigurisht. Ishtë shumë e mirë, kodra të porze, që ta këtu ka me shku të poshtë. Ja, trikolor, që këtu përpjet, mo doft mund gjit, e që shtu të në kohën. Ama qetë, rruga është qetë, mirë, pak frym, pak ftoft. Ka moni shkon me pasi ma i shkurt edhe pantollat shkurt, po. Halo, edhe nja ndoshta nesër kanë thonë. Tash pi bëj do incizimi kënej rrugës.